Droni i një buri kap një ishull që nuk ishte në asnjë art. Ajo që sheh më pas e lë pa fjalë. Nëse pamjet e dronit nuk do të ishin kapur kur, historia e peshkatarit do të ishte shpërfillur si rrëfimet e një të çmenduri. Filloi me një zbulim aksidental nga Jake, një peshkatar vendas, i cili mbështetej në teknologjinë moderne për të lundruar në ujërat e rrezikshme ku punonte. Ndërsa përdorte dronin e tij për të vëzhguar rrugën përpara, ai asi një masë toke që nuk shfaqe në asnjë art detare, një vend që logjika diktonte se duhet ishte braktisur shumë kohë më parë. Megjithatë, pasi pa pamjet e zmadhuara, djersa i rodhi në fytyrë, ndërsa kuptoi të vërtetën e tmerrshme. Por para se të vazhdojmë, shtypni butonin pëlqej, abononi dhe shtypni zile në mënyrë që të mos ju humbisni kur historitë tona të ardhshme. Ngjarja ndodhi menjëherë pas lindjes së diellit. Jake qëndroni vendosur në kuvertën lëvizse të barkës së tij të vogël të peshkimit, duke u përgatitur kundër detit të egër dhe të trazuar. Mjegulli atë mëngjes ishte jashtëzakonisht e dendur, duke si një batanie e trashë gri që e rrësonte botën. Për të siguruar që nuk do ta nxirrte barkën e tij në breg, Jake përdori dronin e tij të besuar, një mjet që e përdorte për të zbuluar rrugën më të sigurt përmes mjegullës. Ai ishte një detar modern që përqafoi teknologjinë për të lehtësuar vështirësitë e zanatit të tij, konkretisht për të shmangur shkëmbinjtë e dëmzuar dhe shtretërit e lartë me rër, që shpesh fshiheshin në sipërfaqe. Ai nuk kishte asnjë mënyrë ta dinte se, në këtë mëngjes të veçantë, kamera e tij do zbulonte diçka që sfidonte të gjitha pritjet. Ai drejtoi dronin më lart, sytë e tij të ngulitur në transmetimin e drejt për drejt në ekranin e telefonit të tij, ndërsa droni largohej më shumë nga siguria e barkës. Megjithëse horizonti ishte plotësisht i mbuluar nga e bardha, sinjali i transmetimit mbeti i qartë. Pastaj atmosfera ndryshoi. Mjegulla filloi të ndahej pak në distancë, duke zbuluar një siluetë e errët që qëndronte pezull mbi vijin e ujit. Jake pyeti me zë të lartë se çfarë forme mund të kishte. I paaftë identifikonte atë përmes mjegullës. Ishte masive, shumë e madhe për të qenë një varkë dhe shumë e fortë për të qenë një shkëmb i thjeshtë në New York. Duke rregulluar lartësinë dhe duke ngushtuar këndin e kamerës, ai e solli objektin